Përshëndetje, sot do të tregoj një recetë të vjetër tradicionale shqiptare që quhet kamkuqe edhe përgatitet në rajonin e Shkodrës. Përbërësit që na duhen janë 400 ml qumsht, 4 vezë, 1 gotë miell, gjys gote sheqer, 100 ml ajk, 50 ml vaj ullini, 1 copë gjalp, pak kryp edhe sheqer pluhun për në fund. E ndezim furrën në temperaturë më të lartë që te unë është 240 gradë Celsius. Edhe e lym tepsin, e lym me gjalp. Edhe kjo që na ka mbet, e lejmë për ma vonë. Fillojmë me përgatit brumin. Këtu i kemi tash 4 vezë, qesim pak kryp, edhe sheqerin, edhe i tundim krejt bashk mirë. Kur t'i tundni mirë, vetë me sheqer edhe me pak kryp, ja fillojmë shtojmë përbërësit tjerë, ajkën, vajin e ullinit, edhe gjysën e qumshtit. Përzimi pakës, edhe tash ja qesim mielin. Edhe i përzim. Masi që të përzini, atëherë e shtojmë edhe qumshtin që na ka mbet me të hollu këtë brumin. E kur t'i përzini krejt mirë, shifni që brumi është jo i trash, është i holl. Tash e qesim në tepsi ku dojmë me pjek. Dimensionet e tepsis janë diametri 36 cm.
Tash është gati me hy në furrë. Edhe ulim temperaturën në 200 gradë. Tash penxerim pak që ta lym me gjalp. Edhe tash e kthejmë prapë në furrë që me u pjek. Tash 25 minuta kanë kalu. Nxjerrim të furrës. Edhe e lym prapë me gjalp. Edhe ja qesim sheqerin pluhur. Kjo ishte receta e kamkuqes. Faleminderit shumë për vëmendje. Mirupafshim në videon e ardhshme.